Përshëndetje, faleminderit shumë për kohën, ambasador. Ora, po e nisi me një lajm që ka të bëjë me zhvillimet e fundit sa i përket largimit të masave të plota financiare në Kosovë. Dhe nëse kthehemi në retrospektiv, këto masa kanë ndikuar më shumë në aspektin politik për Kosovën apo në aspektin ekonomik? Faleminderit. Së pari dua t'ju falenderoj shumë që më keni dhënë mundësinë të flas sot me ju 2 ditë para se të largohem nga Kosova. Para se të përgjigjem në pyetjen tuaj, më duhet të them apo të nënvizoj edhe një herë se ne jemi duke vepruar ne në Evropë, të paktën në një kuadër shumë të komplikuar. Ka një agresion të Federatës Ruse kundër Ukrainës dhe këto janë kohra kur në Bashkimin Evropian ne po ashtu e shikojmë shumë nga afër se kush është me ne dhe kush nuk është aq shumë me ne. Dhe këtu dua të lavdëroj Kosovën shumë, sepse Kosova ka mbështetur politikën e Bashkimit Evropian të sanksioneve kundër Federatës Ruse dhe Bielorusisë, dhe kjo është diçka që vlerësohet shumë. Tani, ti kthehem pyetjes suaj për masat. Masat kanë mbetur prapa nesh tani, dhe tani duhet fillojmë të ecim përpara. Në fakt ka zhvillime pozitive që kanë ndodhur edhe gjatë këtij gjysmëviti, ne në Bashkimin Evropian jemi gati të angazhohemi, të ecim përpara dhe shpresojmë shumë se së shpejti do të zgjidhet edhe presidenti apo presidentja. Të paktën do kemi sqarim se çfarë do ndodh, po ky kapitulli i masave ndëshkues është prapa nesh dhe jemi të gatshëm të angazhohemi në programe dhe projekte të reja me Kosovën sa më shpejt që t'jetë mundur. Stafi im veç është duke punuar në këtë, kështu që shpresoj shumë se do të mund të ecim përpara në punën me Kosovën. Ambasador, faleminderit edhe një herë për mundësinë. Ju po flisni që tashmë masat janë pas, pra janë një gjë e së kaluarës, por e kaluara po ashtu ka rëndësi. Dhe kur flasim për gjithë këto vite që Kosova ka qenë ndër masa, ju në pjesën e hyrëse thatë që Kosova ka qëndruar pranë Evropës dhe Ukrainës në rast në përkrajen që i ka dhënë, ndërkohë që fshiu ynë verior nuk i ka bërë një gjë të tillë dhe nuk ka qenë ndër këto masa, nuk ka pas asnjë masë ndëshkuese ndaj saj, ani pse nuk ka sankcionuar Federatën Ruse siç ka bërë shumica e bllokut evropian ose gjithë bloku evropian dhe vendet që aspirojnë të bashkangjiten në Bashkimin Evropian. Sa është problematike për ju si ambasador i BE-s në Kosovë, tashmë në ikje, që një realitet i tillë gjatë gjithë këtyre vite ju ka përcjellur, që t'jeni në një vend të me masa ndëshkuese në vendin që punoni, ani pse ka qenë në linjë me vetë Bashkimin Evropian, ndërkohë që fshiu i saj nuk ka pasur asnjë masë sanksionuese gjatë gjithë këtyre viteve. So, thank you. Faleminderit sërish për këtë pyetje. Kur janë aplikuar masat ndaj Kosovës, ka qenë një kuadër shumë i qartë dhe ka pas arsye të qarta pse është bërë kjo. Dhe ato probleme që kanë ekzistuar atëherë tani janë zhdukur pas zgjedhjeve lokale, ku pushteti është transferuar në mënyrë të rregullt, ku kryetarët e komunave në komunat e veriut Kosovës kanë marrë detyrat pa ndonjë problem, ku policia është larguar nga objektet komunale. Kjo dhe ka qenë arsyeja pse ne kemi pasur mundësi të ecim përpara. Tani problemi ka qenë se ne është dashur të kemi konsensusin e të gjitha vendeve anëtare dhe kjo mori ca kohë. Pra, është e vërtet nuk ka masa kundër vendeve të tjera, por si ambasador në Kosovë, fatmirësisht apo fatkeqësisht nuk është puna ime të komentoj se çfarë ndodh në vendet fqinje, por po kthehem prapë në fillim, e vlerësoj shumë atë çfarë bën Kosova në fushën e politikës së jashtme dhe që e harmonizon politikën e saj me Bashkimin Evropian sa i përket sanksioneve, sa i përket politikës së jashtme dhe çështjeve që kanë të bëjnë me të, dhe tani besoj fuqishëm se mund të ecim përpara së bashku, të shikojmë drejt të ardhmës dhe shpresojmë shumë se ky hutim apo konfuzion politik do të sqarohet shumë shpejt dhe do keni një partner shumë të mirë në këtë proces.
Ambasador, sigurisht kur jemi tek masat, nëse flasim pas sulmit terrorist në Banjë, Kosova u ndëshkua dhe Serbia jo në anën tjetër. Problemi themelor mbetet sigurisht raporti Kosovë-Serbi, pasi Serbia nuk e njeh Kosovën. Çfarë duhet të ndryshojë që të dy vendet të ecin në rrugën evropiane? Ka një moment të ri për zgjerim dhe të gjithë ne e dim këtë, ka filluar në vitin 2022 kur Rusia sulmoi Ukrainën në atë luftën apo agresionin e mandaj saj dhe këtu Ukraina ishte vendi i cili sërish hapi dyert apo ofroi mundësinë edhe për vendet e Ballkanit Perëndimor, sepse e di se ky argument nuk është aq polarizuar këtu se mënyrë shtrohet pyetja për nesa, duhet kemi edhe këtu luftë që të ecim përpara. Jo, absolutisht jo. Askush nuk ka nevojë për ndonjë luftë, por kjo dha mundësi që të lëvizet përpara në të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor dhe mendimi në këtë proces është se tani duhet të ecim përpara. Është mundësi për Serbinë, është mundësi edhe për Kosovën. Sigurisht, shpresojmë shumë se në këtë në një moment për fat mirë, Serbia dhe Kosova do të mund të ecin bashkë drejt Evropës. Dialogu është fjalë kyçe këtu. Sigurisht, procesi i normalizimit të marrëdhënieve duhet të zhvillohet dhe tani mund të them se kjo është e mundur. Marrëveshja e 14 marsit e cila u arrit para pak ditësh është e jashtëzakonshme. Është diçka ku të dyja palët u desh të lëshojnë për diçka dhe të mos fitojnë çdo gjë. Ajo tregoi se është e mundur të bisedohet, se është e mundur të arrihet diçka. Dhe një gjë kjo marrëveshje është rezultat në këtë proces dhe mendoj se kjo është vlerësuar edhe nga kryeqytetet e vendeve anëtare të Bashkimit Evropian. Tani është çështje e zbatimit, si palët do ta zbatojnë, por çka kam dëgjuar në deklaratat publike, ka gatishmëri për të ecur përpara në mënyrë shumë konstruktive. Kështu që mendoj se edhe qeveria e Kosovës me që bërja këtyre kompromiseve është e vështirë, ajo kritikohet nga opozita, është detyrë, është punë e opozitës të kritikojë qeverinë në secilin vend të botës. Megjithatë, kjo është një arritje e madhe dhe tregon se është e mundur të ecet përpara edhe në procesin e dialogut dhe Peter Sorensen si përfaqësues i veçantë i Bashkimit Evropian për dialog është shumë i gatshëm që të ecë përpara. Por i kthehemi edhe një herë tek masa ndëshkuese. Si do ta përshkruanit këtë politikën e Bashkimit Evropian për të vendosur masa ndaj një vendi që aspiron për integrim në Unionin Evropian vetëm për shkak të disa mospajtimeve dhe duke marrë parasysh këtë mungesën e efektivitetit ose efektivitetin e masave, sa ka rrezik që edhe në të ardhmen për shkak të mospajtimeve ta quaj mes meqësh të vendosen masa sërish? Të them edhe një herë, ka qenë një kornizë apo kohë shumë e veçantë kur ndodhen gjërat në veri të Kosovës dhe kur vendet anëtare të Bashkimit Evropian vendosen të aplikojnë ato masa. Pra 27 vendet anëtare vendosen këtë dhe më pastaj pati një qasje tjetër siç dëgjuat, sepse disa vende mendonin se duhet të heqim këto masa. Më herët disa mendonin se duhet të vazhdojmë të mbajmë ato, por rregulla e konsensusit në proceset e Bashkimit Evropian thot ashtu se të gjithë duhet të pajtohen për diçka dhe vërtet u desh ca kohë që të ecet përpara. Por nëse them se kjo tash është prapa nesh, kjo nuk kupton se qeveria është duke u angazhuar në mënyrë shumë konstruktive me Bashkimin Evropian dhe kemi qenë në gjendje që të ecim përpara. Pra, pse nuk ka masa ndaj vendeve të tjera? Nuk mund të komentoj për këtë gjë këtu. Por sigurisht do ketë shumë studime më pastaj se pse janë aplikuar këto masa, si kanë funksionuar dhe si janë hequr. Ambasador, pak më herët folët edhe për çështjen e zgjerimit. Po ju në Kosovë
Kosova vetë se kishte dorëzuar aplikacionin për të bërë pjesë e bllokut të Bashkimit Evropian në dhjetor të vitit 2022. Sot kur Polinë e në pozitë, Kosova nuk ka lëvizur as 10 centimetër në procesin, pra aplikacioni i Kosovës ka mbetur në sirtarin e Bashkimit Evropian. Ndërkohë që po flisni për një perspektivë të rajonit, duke pas parasysh që rajoni në gjitha dhe vendet e rajonit kanë bërë tjetër rejtje. Disa madje kanë lëvizur shumë drejt bllokut të Bashkimit Evropian. Dhe duke parë që Kosova në raport me BE ka një blokadë me 5 vendet anëtare të BE-s nuk e njohin në Kosovë. A mund të na thoni me gjëkat të plotë që Kosova është duke lëvizur drejt BE-s me këtë raport kompleks që ka një gordiane që ka dhe pa mundësi për të lëvizur tutje drejt Bashkimit Evropian me aplikacionin e saj që i qëndron në sirtar pa lëvizur që solit. Aplikacioni për antarësim të Kosovës në BE nuk është trajtuar në proces. Një prej arsyeve ka qenë se në një anë nëse ka masa ndëshkuese ndaj Kosovës, në anën tjetër është e vështirë që vendet anëtare të BE-s të fillojnë procesin në diçka. Tani, kur mund të themi se këto masa janë prapa nesh, shpresojmë se do ketë edhe dinamika të reja. Nuk mund të flas këtu në emër të gjitha vendeve anëtare, por tani kjo marrëveshja e 14 marsit me siguri jep frymëzim shumë vendeve anëtare se si të trajtojnë këtë çështje në të ardhmen e afërt. 3 herë përmendet krizën, edhe një herë përmendet shpresën që do të kemi president në mënyrë që heqja e masave të rezultojë me përmirësim të situatës në teren. Mirë po, i kom 2 pyetje e gjys rreth situatës brendshme. Vitin 2025 e keni quajtur vit të humbur, dhe është konsenzus që ka qenë viti i humbur, por kur ka ardhur konstatimi për juve e ka fuqizuar dhe më shumë. Për te asaj i kemi pasur zgjedhjet e 28 dhjetorit ku me të madhe është manipulu, dikush po thotë është 10 vota, edhe jemi në një blokad kur mund të kemi zgjedhje prap. Pyetjet janë, a ka qëndrim zyrtar BE-ja, a kanë qenë zgjedhjet e 28 dhjetorit të lira demokratike fer edhe sipas do standardeve ndërkombëtare, edhe nëse kemi zgjedhje prap, a ka kondicion Kosova me organizu dhe një parë zgjedhje edhe a mendoni që mund ta hupim edhe këtë vit? Po largohem nga Kosova, kam qenë këtu 19 muaj dhe kam parë 3 zgjedhje, 2 zgjedhje parlamentare, zgjedhjet komunale dhe tani mund të themi edhe zgjedhjet për president, pra zgjedhjet e 4-ta. Ajo duhet të vlerësuar shumë se si janë organizuar zgjedhjet. Ka qenë jashtëzakonshme sepse nuk ka pas asnjë problem të madh që kanë vërejtur Komisioni Vëzhgues nga Bashkimi Evropian dhe zgjedhjet e dhjetorit ishin pa vëzhgim, sepse kur dëgjuam se zgjedhjet do jenë me 28 dhjetor, ne disi hezituam se nuk do të ketë për faktin se nuk do të ketë asnjë vëzhgim, por funksionoi mirë. Nuk po flas për rezultatet apo për substancën, po për ne ishte me rëndësi që si organizim ka funksionuar shumë mirë. Pra, Kosova tani ka pjekuri që të mbajë zgjedhje, sa duhet të keni zgjedhje çdo gjysmë viti, sigurisht i takon Kosovës të vendosë, jo bashkësia ndërkombëtare, por nuk shohim se ka probleme me organizimin e zgjedhjeve, ndërkaq kjo kushton para. Po edhe për votuesit, nëse ata duhet të shkojnë për të votuar çdo gjysmë viti, nuk e di se si do ta marrin ata këtë. Prap po them. Ne si Bashkim Evropian kemi paraqitur raportin për vendin. Kemi thënë se viti i kaluar ka qenë viti i humbur për Kosovën. Janë testuar limitet e kushtetutës, por duket se ende ka mundësi që të testohen edhe disa limite të kushtetutës. Shpresojmë se kjo do të jetë më e shkurtë dhe do të qartësohet sa më shpejt që të jetë e mundur, sepse ne në Bashkimin Evropian jemi të gatshëm të ecim përpara dhe duam të ecim përpara
në lidhje me Kosovën? Një periudhë ambasador ku Kosova sërish mund të shkoj në zgjedhje. Për gjatë kësaj kohe nuk kemi parë do të thotë në këtë periudhë që ambasadorët evropian apo amerikan të jenë ndikues dhe të përfshirë në zgjidhjen e krizave. Sipas prizmit tuaj, a e shihni si një shenjë të një pjekurie politike në Kosovë, megjithatë krahasuar me periudhën kur në Kosovë presidenti zgjidhej me zarf. Duhet ta kemi parasysh nga vjen Kosova. Pavarësia, por është e varur nga pavarësia ka qenë e varur nga Bashkësia Ndërkombëtare dhe nga mbështetja e Bashkësisë Ndërkombëtare, dhe Bashkësia Ndërkombëtare në vitet e para të pavarësisë i ka shprehur qartë qëndrimet e saj se çfarë duan dhe çfarë nuk duan. Nganjëherë Bashkësia Ndërkombëtare nuk ka qenë e bashkuar, ka qenë ndarë në dhënien e këshillave. Ne marrim kërkesa për të dalë me deklarata 2 herë në ditë. Dikush pyet pse Bashkimi Evropian nuk ka lavdëruar diçka, pa nuk ka dënuar diçka tjetër. Unë mendoj se në diplomaci çdo deklarat apo deklarim i ndonjë shqetësimi nënkupton dështim i diplomacisë, sepse vetëm të themi se sa jemi të brengosur për diçka dhe shkojmë në shtëpi, të nesërmen kthehem në zyre, vazhdojmë të mbesim të shqetësuar, por problemi ende është aty. Si funksionon diplomacia? Ne duhet të merremi me gjërat në prapa skenë dhe duhet flasim me politikanët dhe zhvillojmë programe për të ndihmuar në ndreqjen e gjërave, të i kalimin e problema. Zgjedhja e presidentit apo presidentit suaj është zgjedhje juaj. Sigurisht e parlamentarëve tuaj, të cilët sipas kushtetutës duhet të votojnë, të propozojnë kandidat. Nëse askush nuk propozon kandidat, për ne si vëzhgues ndërkombëtar nuk di çfarë të them. Nuk di cilat janë pritjet nga ne në këtë rast, por mendoj se Kosova është mjaft e pjekur. Ne nuk kemi qasje që t'u tregojmë se si të zgjedhni presidentin apo kënd ta zgjedhni. Do të kthejmë edhe një herë te çështja e aplikimit të Kosovës, derisa nuk kemi pasur lëvizje para sa i përket kësaj çështje. Kosova ishte në masat e Bashkimit Evropian që diskutuam, përkundër që kosovarët në përgjithësi kanë qasje propërendimore, duan të jenë në strukturat euroatlantike, në Bashkimin Evropian, në NATO, po nuk pati lëvizje. A mund të jetë kjo dekurajuese për qytetarët dhe palët të tjera që duan të kenë një Ballkan destabilizues, një Ballkan me probleme, me ajo që fa ndodhi në sulme në Banjsk, të tentojnë të rikthehen prap ose të lexojnë palë tjera për le të themi jo qetësi në Ballkan, por probleme në Ballkan. Sa i përket sulmit në Banjsk, Bashkimi Evropian e ka bërë të qartë. Kryesit duhet të sillen paradrejtësisë. Këtu nuk janë vetëm fjalë, kjo duhet të bëhet. Dhe një ditë do të bëhet, do të ndodhë. Tani frustrimi me Bashkimin Evropian. Ne kemi dëgjuar këtë edhe në shumë vende të tjera. Bashkimi Evropian është këtu. Bashkimi Evropian do vazhdoj të mbetet këtu. Për aq sa derisa ju të jeni në Bashkimin Evropian. Ne jemi duke punuar bashkërisht, jemi duke ju ndihmuar ju dhe popullit tuaj aq sa mundemi. E bëjmë këtë financiarisht prapë në komunikim tonë ne themi se miliona hyjnë këtu, për këtu para janë të nevojshme për të bërë reforma për ta përmirësuar vendin, për ta bërë atë të pranueshëm për Bashkimin Evropian. Dhe këto reforma, po këto para që hyjnë këtu nga BE-ja, pjesa më e dukshme tyre është nëse shkojmë në shkolla, në salla sportit, por të mos harrojmë që Bashkimi Evropian investon para dhe në reformën e administratës publike dhe në gjyqësor, por ato nuk janë të dukshme, nuk janë aq të prekshme nga njerëzit, por këto janë gjëra që zakonisht qeverit pa mbështetje të fuqishme
apo pa ndihmë nga Bashkimi Evropian nuk i bëjnë këto, por kjo bëhet pikërisht për ta përgatitur vendin për antarësimin e Bashkimit Evropian. Dhe shpresoj shumë që tani mund të fillojmë të lëvizim më shpejt dhe në mënyrë më efikase bashkë me qeverinë e Kosovës, që këto reforma dhe këto rezultate të jenë edhe më të dukshme dhe do ketë më pak frustrim e më shumë shpresë për të ardhmen. Ambasador, ju falet për rrugën evropiane të Kosovës dhe procedurat për dhënien e statusit vend kandidat, mirë po në aspektin politik, apo ndërlidhet ky proces me dialogun me Serbinë dhe këtë kushtin për themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe? Mendoj se është një pjesë shumë e rëndësishme e integrimit të Kosovës në Bashkimin Evropian është dialogu dhe përmirësimi i marrëdhënieve me Serbinë. Dhe këto duhet të shkojnë paralelisht. Tani kemi një shembull të mirë me këtë marrëveshje të 14 marsit se gjërat mund të bëhen dhe mund të ecin përpara dhe ka gatishmëri nga të dyja palët që të ecet përpara, siç kemi parë edhe nga deklaratat publike të politikanëve të dyja vendeve. Pra, po paralelisht mund të ecim përpara, të mbështesim reformat, të ofrojmë mbështetje financiare për Kosovën, pastaj edhe të ecet përpara në dialog dhe shpresojmë se do të shkojmë drejt marrëveshjes. Sa është diçka fragmentim apo çka do qoftë, nuk dua të hyj në ata terma, por sigurisht normalizim është shumë i nevojshëm mes Kosovës dhe Serbisë. 3 herë si sukses të madh që të marrëveshjen e 14 marsit, po është marrëveshje ndërmjet Kosovës dhe BE-s e arritur në format shumë të ndryshëm për dialogut. Ma herët takimet e qoftë të shefave të grupeve negociatore, qoftë të shefave të shteteve nuk kanë prodhuar asgjë, kanë prodhuar deklarata populiste të cilat janë interpretuar në mënyra të ndryshme në Beograd dhe në Prishtinë, po nuk ka zbatim të marrëveshjeve. A është nashta që kjo marrëveshje 14 marsit sinjal që duhet me ndryshu edhe mënyra që është bëhet dialog. Me pas takime intenzive, që është u pranu atë ditë që ka pas, po mos me pas shumë diskutim në publik, me pas aktivitet intenziv diplomatik pa i fut përfaqësues të Kosovës dhe Serbisë në të njëjtën dhomë, me kur që nëse ka gatishmëri për zbatim të marrëveshjeve në terrenat obligohen. Ne mund ta quajmë marrëveshje, mund ta quajmë edhe në ndonjë mënyrë tjetër, po jemi dakorduar si Bashkim Evropian me qeverinë e Kosovës këtu, dhe kjo pastaj u lavdërua shumë nga qeveria e Serbisë, po ashtu, por edhe nga politikanët lokal serb këtu në Kosovë. Në diplomaci ka shumë mundësi se si të ecet përpara. A duhet vetëm që të bësh një fotografi që një burrë dhe një grua janë të ulur në një sallë dhe duke i shtrënguar duart e tjetër, kjo është një mënyrë, por ka edhe shumë mundësi se si kjo mund të funksionojë. Puna e diplomatëve nuk është e lehtë me u sqaru fare, sepse ajo çfarë bëjmë ne nuk është e dukshme. Puna e politikanëve, ajo shihet, dhe çfarë ne bëjmë, u ndihmojmë politikanëve që të zgjidhin problemet në mënyrën më të mirë të mundshme. Siç tha dhe kolegu, i përmendet disa herë marrëveshjen e 14 marsit dhe madje në fillim ju e lidhet atë se mund të ndikonte në hapjen e rrugës së Kosovës drejt Bashkimit Evropian, drejt zgjerimit. Pse kjo është kaq e rëndësishme dhe ju më herët po ashtu thatë që të dyja palët lëshuan me një fjalë, bëhen kompromise. Çfarë ka lëshuar Serbia? Cili është kompromisi i Serbisë në këtë rast kur marrëveshja është arritur mes Kosovës dhe Bashkimit Evropian? Dhe cilat janë benefitet e kësaj marrëveshje, bie fjala për Kosovën e po ashtu dhe Serbinë, ndonse po flitet për një çështje krejtësisht të brendshme të Kosovës, po flasin për qëndrimin e përkohshëm të shtetave të huaj në Republikën e Kosovës. Pse është kjo çështje bilaterale? Nuk thash se kjo është bilaterale apo dypalshe, sepse pyetja ishte për këtë marrëveshje si marrëveshje mes qeverisë së Kosovës dhe Bashkimit Evropian. Ne kemi arritur një marrëveshje se si do të zbatohet ligji për të huaj. Diçka që ishte shtyr 2 herë, e dini nga ana jo, nëse shohim që ka ndonjë problem,
më pastaj mund të kthehemi dhe të themi, okay, ju lutem shtyni prap. Shtyni prap, nënkuptoni se ta shtyni derisa ta zgjidhni problemet. Nëse ka probleme, ne kuptojmë se gjatë këtij procesi ka pasur disa probleme. Kjo ka qenë arsyeja pse zbatimi i plot i këtij ligji është shtyr apo zbatimi gradual i tij ka filluar me 15 janar dhe ne u dakorduam që të ketë një proces rishikimi, trupat diplomatike të gjithë ambasadorët 2 herë kanë pas takim me kryeministin Kurti për të diskutuar këtë proces, pastaj takime tjera për të parë se si po funksionon çdo gjë dhe u kuptua se kanë mbetur edhe disa gjëra për të bërë, siç është për shembull çështja e dokumenteve të identifikimit që do të mund të përdoreshin për regjistrim të martesave, shkurorzimeve e të tjerave. Ne besojmë se ky është një hap shumë i mirë përpara që është arritur. Ka pasur edhe paqartësi lidhur me institucionet arsimore dhe shëndetësore të menaxhuara nga Serbia, kush mund të punojë në to. Prapë e mirëpresim faktin që tashmë kjo është e qartë, do të lëshohen leje të qëndrimit të përkohshëm në bazë të listave të cilat do të ofrohen, do të jepen nga komuna. Kjo është një arritje e madhe, sepse këto lista nuk kanë qenë të gatshme të jepen më herët. Kjo jep mundësinë që të ecet përpara, sepse ka qenë problem. Ka qenë problem, tani edhe popullata në veri e shes është e mundur që të ecet përpara, të zgjidhen probleme. Nuk ka nevojë të ketë konfuzion, problemet mëdha, tituj negativ, të cilat do lexohen me shpejtësi në kryeqytetet tona thonë, dhe një problem në Kosovë, po qenë ka atje, si të ecim përpara. Në vend kësaj kemi pasur një storje krejtësisht pozitive. Pyetje, shtesë pra nuk u përgjigj gjithse çfarë ka përfituar Kosova në mënyrë, a mund ta dim nga ju, se keni njohuri për këtë, se çfarë përfiton Kosova nga kjo çështje dhe po ashtu ne u ankuam pak më herët dhe ju nuk po preferoni të përgjigjeni për aspektin regional, se po e kuptojnë pozicionin tuaj, por megjithatë ka një farë marrëdhënie asimetrike në formën se si BE-ja po i shet çështjet në Ballkanin Perëndimor. Natyrisht çështja e leje qëndrimit të përkohshëm është e rëndësishme, por ka shumë vëmendje ka një çështje e tillë, ndërkohë që nëse marrim si krahasim për shembull shuarjen e adresave në luginën e Preshelës, që është një çështje absolutisht e rëndësisë jetike dhe që prek të drejtat e njerëzit shqiptarëve të luginës Preshelës, kjo ka shumë më pak vëmendje ndërkombëtare. A mund të flisni pak për këtë asimetri, edhe si ambasador i BE-s në Kosovë, e keni ndjerë gjatë gjithë kësaj kohe që kjo kritikë që ushtrohet vazhdimisht ka bazë. Cili është qëndrimi juaj? Duhet të them, unë jam në Kosovë dhe po flas për Kosovën. Puna ime ardhshme do të jetë në një vend tjetër dhe ajo është shpallur dje dhe kam filluar të marr pyetje nga gazetarët për këtë vendin e ri ku do shkoj dhe po refuzoj të përgjigjem. Kjo rregulla e jona si ambasador, ne komentojmë vetëm për çështjet, problemet dhe gjërat në vendin ku punojmë. Tani, unë nuk do të quaja presion, trysni, se thatë se ka presion, ka to pa si duhet. Kjo është shumë partneritet. Ne punojmë, shohim ku janë problemet dhe si të zgjidhim ato në mënyrë më të mirë të mundshme. Dhe ajo çka është e mirë për Kosovën, jo vetëm për qeverinë, por për të gjithë, është se nëse gjërat bëhen më mirë, atëherë mund të ecim përpara me integrimin në BE. Dhe qytetarët në Kosovë vërtet duan që të lëvizet drejt Bashkimit Evropian, edhe ne duam që Kosova të ecën përpara në rrugën drejt Bashkimit Evropian. Dhe puna e jonë si diplomat është që të heqim gjitha pengesat. Ka pasur probleme, të cilat janë paraqitur, nëse do të zbatohej plotësisht ajo këto, nëse do të zbatohen këto me elemente, qeveria tani e bën zbatimin e plot, por problemet që kemi ndikuar për të zgjidhur do të zgjidhen sigurisht, nëse ka marrëveshje, kjo është njëra anë.
të dyja palët thonë se kanë fituar, thonë se kemi fituar më shumë se pala tjetër, është normale kjo në politikë. Por pastaj duhet të shohim se si do të bëhet zbatimi. Edhe gjatë zbatimit mund të themi, ok, kemi kuptuar diçka pak më ndryshe, të veprojmë kështu, ne jemi duke ndjekur gjendjen, do të jemi të gatshëm të ndihmojmë, nëse dikush dëshiron ndihmën tonë, mund ta ketë, nëse nuk e dëshiron, ne jemi këtu. Por ndjenja ime është se ndjenja ime pas kësaj marrëveshjes është ata që kanë qenë të përfshirë duan sinqerisht që të kenë rezultate të mira. Kur te kjo çështja e ligjit që është e rëndësishme absolutisht, po ne po ashtu reagimet pastaj në Serbi, ju nuk doni të komentoni për atë në Serbi sepse e thatë disa që keni qenë ambasador në Kosovë, është e qartë, por megjithatë në situata të tilla zakonisht njëra palë thotë ne jemi fitues ose pala tjetër shpallet si humbës. I kemi parë edhe nga bisedimet që janë zhvilluar nga ndërmjet si Bashkimi Evropian. Ne pam gjithashtu një ftesë dhe reagim të shefës për politikë të jashtme, Kallas, që mund të ndodhë një takim i radhës ndërmjet Kosovës dhe Serbisë sa i përket dialogut. Ju besoni pas zhvillimeve në Banjsk, pas zhvillimeve të marrëveshjes së Ohridit, e cila nuk u nënshkrua nga pala e Serbisë, paktën kështu sipas asoj siç patën pala zyrtare e Kosovës. Mund të ketë dialog dhe vazhdim të dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në një të ardhme të afërt? Kaja Kallas ka qenë këtu një herë në muajin maj të vitit kaluar dhe ja ka pasur biseda shumë të mira me të gjitha partitë politike. Ishte kohë e vështirë për shkak të paqartësive se si do të konstituohej parlamenti, si do të formohej qeveria, por kjo ishte vërtet konstruktive. Dhe jam shumë i lumtur që pas kësaj vizite ngadalë ishim në gjendje që të rifitojmë besimin. E kuptoj plotësisht nga pyetja juaj se në një moment caktuar nuk ka pas besim ndaj Bashkimit Evropian. Por sot mund të them se është kthyer ky besim nga qeveria, nga politikanët, por edhe nga komuniteti serb. Besimi ndaj nesh. Dhe kjo nënkupton se është e mundur të ndërtohen ura. E kuptoj se nuk ka besim mes komunitetit serb apo partive serbe dhe qeverisë së Kosovës këtu, po përmes nesh ka. Dhe është e mundur që të bëhen shumë gjëra në këtë mënyrë, sepse përfundimisht këto kontakte direkte duhet të zhvillohen dhe duhet të fillojmë sidhme dhe këtu duhet të përshëndes apo takimin që është mbajtur para kësaj javësh kur ministri i pushtetit lokal ftoi 10 kryetarë të komunave me shumicë serbe për diskutuar për çështje të ndryshme. Ne nuk kemi besu shumë që ky takim do të mbajë, por besoj se tani do të mbahet edhe takimi tjetër. Kjo është një zhvillim i ri, është shumë më rëndësi që të dyja palët të flasin direkt me njëra tjetrën dhe që ky komunikim të mos shkojë përmes nesh. Nëse diçka bëhet, shkon gabim, atëherë njerëz mund të vinë tek ne dhe thonë, "Okej, ne jemi mysafir në vendin tuaj. Unë kam qenë këtu vetëm 19 muaj dhe do shkoj. Jam përpjekur që të ndihmoj sa më shumë, por unë do shkoj dhe ju do rrini këtu. Shumica për jush." Mendoj. Prandaj është shumë më rëndësi që ky dialog në nivel lokal pra të fillojë, që njerëzit të fillojnë të besojnë njëri tjetrit. Nëse ka qenë sukses marrëveshja e 14 marsit, a është ka kërkohet ndihmë prej BE-s edhe me çështjen e integrimit të arsimit edhe të shëndetësisë në sistem të Kosovës? Është diçka që kryeministri Kurti e ka përmend shpesh, po detaje ka dhënë pak, edhe njëkohësisht në Serbi është ka përmendet shpesh, edhe detaje janë ka jepën pak, a është BE-ja, a e ka në radar që të çështje? Absolutisht. Është shumë në radarin ton. Kur ishte konferenca e shtypit mes kryeministrit Kurtit dhe përfaqësuesit të veçantë Peter Sërsen, ai e përmendi se BE-ja i ka mbjell farat
e veprimeve të kryeministit Kurti për integrimin e institucioneve shëndetësore arsimore të menaxhuar aktualisht nga Serbia në konsultim të ngushtë me komunitetet serbe pa i çrregulluar apo ndërprer shërbimet dhe në bashkëpunim të ngushtë me përfaqësuesin e veçantë të Bashkimit Evropian, pra përmes dialogut. Po, absolutisht, jemi të përfshirë, e dim se ky informacion ka dalë, dhe ajo çka është po ashtu e jashtëzakonshme, kjo temë pothuaj ka qenë tabu para një viti. Tani po flasim për të, por sigurisht kjo merr kohë. Nuk është diçka që mund të ndodhë brenda natës, merr kohë dhe ka nevojë ndihmën tonë, pra të Bashkimit Evropian, që të jetë aty dhe të ndihmoj që këto gjëra të bëhen si duhet. Flasim për ndihmë që BE-ja e jep në diskutimet që i kanë institucionet e Kosovës me serbët lokal. Jo për ndihmë të BE-s me kthyqet çështjen Bruksel, apo ju kuptoj drejt? Sorry, once more now. So, jemi ka flasim për ndihmën që BE-ja është ka e jep lehtësimin në komunikim ndërmjet qeverisë së Kosovës dhe serbëve lokal, serbëve të Kosovës. Jo kthimin e kësaj çështje në agjendë në dialogun në Bruksel. Jo ridiskutimin e saj në dialog të nivelit të lartë. Është tepër herët për të folur se kur do ndodh, si do ndodh dhe kështu me radhë. Tani po më ran mend që nuk të përgjigja plotësisht në pyetjen rreth takimit dhe vizitës së nivelit lartë të Kaja Kallasit. Sigurisht, kjo duhet të ndodhë. Dhe për mua shumë e vështirë të paramendoj që Kaja Kallas të tras presidentin Vučić, president Kurti, kryeministin Kurti dhe të takohen diku në proces dhe pastaj përgjigja të jetë, jo, më fal, nuk do vinë atë takim nga ndonjëri prej tyre, sepse nëse nuk flasim me njëri tjetrin, është e pamundur me u zgjidh ndonjë problem. I kuptoj plotësisht problemet që i përmendet lidhur me sulmin në Banjsk, lidhur me mungesën e nënshkrimit të marrëveshjes, por këto çështje mund të diskutohen. Nëse nuk diskutohen, kjo bëhet si parakosh, ja se bëjmë kur gjë nëse s'bëhet kjo, atëherë nuk arrijmë kur gjë. Ky 14 mars ishte një shembull shumë i mirë. Kemi dëgjuar edhe për para vendin e kushteve se kjo duhet bëhet fillimisht, por jo, u bë edhe marrëveshja 14 marsit. Ju më herët thatë që duhet të ndërmerret diçka për sulmin e Banjskës në të ardhmen. Do të ndërmerret diçka në të ardhmen. Në të njëjtën kohë për marrëveshjen e 14 marsit, siç po shihet, është një farë vullneti i njëanshëm i qeverisë Kosovës që të bëjë një kompromis për sa i përket çështjes së lejeqëndrimit përkohshëm. Në anën tjetër, ju po thirrni ose po apeloni që të organizohet një takim në nivelit lartë dhe ne e dimë që qeveria e Kosovës dhe kryeministri Kurti ka thënë që duhet fillimisht të dorëzohet të Milan Radojić tek autoritetet e Kosovës. A do e shihni tash ju një hap tjetër të një anshëm prej anës Serbisë që ta bëjë një gjë të tillë dhe a do të ishte kjo kërkesë legjitime, meqense po i ndërlidhin këto dy procese duke parë vullnetin e një anshëm qeverisë Kosovës për të bërë atë që bëri me 14 mars. A do ishte legjitime meqense edhe ju e keni këtë kërkesë, edhe ju po e prononconi këtu sa? Nuk dua të flas apo të hyj aq shumë në mandatin e Peter Sorensenin dhe çfarë është duke bërë dhe çfarë synon të bëj, por kjo është puna e Kaja Kallasit dhe ajo e ka bërë qartë për të gjithë që të ndërmjetësoj në bisedimet me Serbisë dhe Kosovës dhe që të mbaj këto bisedime për normalizim. Deri më tani nuk ka qenë mundur që të ketë ndonjë takim të nivelit lart. Takimet e nivelit të lartë nuk janë vetëm thjesht se janë takimet të nivelit lart, por duhet të jenë të përgatitura mirë nga diplomatët dhe të punat të cilëve nuk do të vrehet aq shumë. Shpresojmë që një vizitë apo një takim i nivelit të lartë kur të zhvillohet, ai do të jetë i suksesshëm, që do të hapen do të procese, do të ecën diçka përpara. Tani po përsëris edhe herë kjo marrëveshje e 14 marsit nuk ka qenë marrëveshje e dialogut, ka qenë një marrëveshje e një forme krejtësisht ndryshe. Nuk mund të flasë si është bërë kjo, por kjo tregon që nëse ka vullnet mirë, është e mundur të ecet përpara në zgjidhjen e problemeve, duke marrë parasysh shpresën e njerëzve, veçanërisht këtu në Kosovë që duan të jenë pjesë e Bashkimit Evropian, atëherë nevojiten
të ndërmerren hapa guximtar për të ecur përpara. Prap po them varet nga kryeministri, nga presidenti i Serbisë të vendosin se duan që të kenë këto takime të tilla, duhet të ketë parakushte për këto e tjera, por jam i sigurt se Peter Sørensen është duke punuar shumë që të lëvizet në këtë proces. Nëse po e lidhni marrëveshjen e 14 marsit me prap po e ritheksoni që qytetarët e Kosovës duan integrimin evropian, kjo nuk është një çështje e re, zoti ambasador. Por ju në anën tjetër kur po ju pyesin për vendet anëtare që nuk e njohin peshën e BE-s, që nuk e njeh pavarësinë e Kosovës, ju po e merrni një farë lloj distancimi me të drejtë. Ju nuk mund të keni qëndrimet e tyre, por në anën tjetër ju po premtoni ose po thoni në njëjtën kohë që Kosova do të jetë pjesë e BE-s, duke pasur në të njëjtën kohë në vedijen tuaj që nuk mund ju të ndikoni te kjo peshë. Si bëhet kjo gjë? Pra si tejkalohet kjo çështje? Nuk dua të ndërlidhi gjërat. Më vjen keq nëse keni kuptuar ashtu, por edhe njëherë po them, kjo marrëveshje e 14 marsit është një shembull i mirë, është një frymëzim i mirë për të ecur përpara edhe në dialog, edhe në normalizim. Unë nuk mund të flas në emër të 5 vendeve të BE-s që nuk e kanë njohur Kosovën, sepse pozita e tyre është e qartë, ata nuk e njohin pavarësisht se Kosovës. Puna ime këtu në këtë bisedë me ju është që të flas në mënyrë të kuptueshme. Ju doni të merrni mesazhe të qarta nga unë dhe nga njëherë unë nuk i them të gjitha gjërat, kjo është për arsye të kuptueshme, por prap nëse ka lëvizje vërtet pozitive, të cilat i kuptohen në mënyrë më të mirë në kryeqytete, unë shpresoj shumë se kjo shërben si frymëzim për të ecur përpara. Jam i besuar se edhe vendet që nuk kanë njohur Kosovën po e ndjekun shumë nga afër se çfarë po ndodh në Kosovë. 2 prej tyre janë të përfaqësuar edhe këtu, të tjerat jo, por janë duke ndjekur nga afër, janë të angazhuara në diskutime në Bashkimin Evropian, sa herë që diskutojmë për çështjet që kanë të bëjnë me Kosovën, janë të njoftuara plotësisht se çfarë po ndodh, e dinë se çfarë shkon keq, por e dinë edhe çfarë shkon mirë. 14 marsi është diçka jashtëzakonshme në këtë rast. Ambasador, pasi që folëm për masat, folëm për aplikimin e Kosovës në Bashkimin Evropian, për dialogun duhet kthena pak te çështja e zgjedhjeve politike brendshme dhe ajo që e kemi një moment zgjedhja e presidentit të ri dhe krizës që mund ta sjellë Kosovën. Pra, Kosova 2-3 vjet ishte nën masat e Bashkimit Evropian, ishte në krizë politike të brendshme, të ngërqit institucional, pa kuvend, me qeveri në detyrë dhe tash mund të shkojmë drejt një blokade të re. Ju nga kontaktet që keni pasi që jeni në fund mandatit, besoni që mund të ju e thatë që presidentin ju duhet ta zgjidhni, është çështja juaj, pajtohem, por ju besoni që mund të zgjidhet kjo situatë të mos shkojmë në zgjedhje të reja? Nuk e di. Këtë nuk e di. Dhe unë jam nga një vend i vogël i Bashkimit Evropian që ka një mënyrë bukur të ngjashme për të zgjedhjes së presidentit. E bëjmë në parlament, nevojiten 2/3 e votave dhe gjithmonë kemi qenë në gjendje ta bëjmë këtë. Me propozime kreative, me ide kreative të politikanëve që kanë qenë të përfshirë, sepse të gjithë ata ne kemi 101 deputet apo parlamentar, të gjithë ata ndihen të obliguar që ta bëjnë këtë gjë, sepse janë të zgjedhur me votë për ta zgjedhur presidentin apo presidenten dhe gjithmonë e bëjnë këtë gjë. Ishte një vit të gjysmë në mandat Kosovë, nëse nuk gaboj, e keni vizituar ndonjëherë Gjykatën Kushtetuese dhe si i përgjigjeni edhe deklaratave nga eksponent të lëvizjes dhe vendosje partisë në pushtet ku ju ka bërë thirrje ambasadorëve që të mos ta vizitojnë këtë institucion më të lartë juridik në vend. Po, kur kam marrë këtu, kam zhvilluar një vizitë kurtoazie tek të gjitha institucionet shtetërore në Kosovë. Nuk e kam vizituar gjykatën më pastaj, por duke marrë parasysh se Kosova dëshiron të bëhet pjesë e Bashkimit Evropian. Puna ime
si udhëheqës I zyres së BE-s këtu, nuk kam vetëm të drejtë të vizitoj të gjithë në këtë vend, por e kam edhe obligim që ta bëj këtë gjë. Sepse kemi një marrëveshje. Ju doni të bëni pjesë jona, ne ju duam që ju të jeni pjesë jona. Pra duhet të dim çdo gjë që po ndodh në këtë vend, sigurisht, duke përdorur mënyrat ligjore, të ligjshme. Pra, kemi komunikim. Unë kam qenë ambasador I BE-s edhe në 2 vende të tjera të Ballkanit Perëndimor dhe kam dëgjuar disa herë duke thënë ai po takohet me opozitën, po takohet me dikë tjetër, me kjo është detyra jona, kjo punë, sepse ne shkruajmë raporte për vendin çdo vit, ato duhet të jenë objektive dhe nuk duhet të jetë asnjë pikë pyetje se kemi bërë diçka gabim apo kemi ndonjë defekt apo vlerësimet tona janë gabim. Është detyrimi ynë të vizitojmë dhe të flasim me të gjithë. Sigurisht, ne nuk japim këshilla për veprimet apo akuzat apo gjykimet. Absolutisht jo. Nuk jemi ne që dikush që punon në prapaskenë të ndikojnë në gjykatën kushtetuese. Çfarëdo që do të vendosë gjykata kushtetuese I takon asaj dhe ne si Bashkim Evropian jemi të kënaqur me atë vendim. Nëse 2025 ta ka qenë viti I humbur, edhe nëse kemi me shku në zgjedhje prap, ka rrezik që edhe një vit e humbim, është reali me besu që vendet e rajonit kanë me lëviz shumë ma shpejt drejt integrimit evropian. E di që e komentoni veç Kosovën 4 herë na e fat, po duhet me ilustru çka po hupim tu me të mrapa me kriza politike. Edhe është real një skenar që përmendet në Bruxelles për integrim 2 shkallësh, two-tier integration, two-tiered integration në BE, ku Shqipëria dhe Mali Zi veçesin ma shpejt edhe këto vende tjera vend numërojnë, stagnojnë. Po, viti I kaluar ka qenë viti I kaluar dhe shpresoj shumë se ky nuk do të jetë njëjtë. Por 3 muaj veç kanë kaluar, bukur shumë është bërë, pra është mirë që kuvendi ka pasur kohë të ratifikoj marrëveshje ndërkombëtare, pagesat e para mund të vinë, por tani ka afate të qarta kohore se kur duhet të realizohen disa reforma të caktuara deri në qershor dhe ka rrezik që Kosova të humbas këto para. Dhe kjo nuk është në interes të Kosovës, nuk është në interes të qeverisë dhe nuk është në interes as të opozitës apo të njerëzve. Shpresoj se do të lëvizet përpara, dhe siç e thash tashmë, ka gatishmëri, vullnet në këto kohra. Në një botë interesante që të lëvizet me zgjerimin në Bruxelles dhe në kryeqytete, besoj se Kosova duhet të bëj më të mirën për të zgjidhur këto çështje të brendshme sa më shpejt që të jetë mundur, në mënyrë që ne në Bruxelles që jemi këtu të kemi partner me të cilin të punojmë, të flasim, të zbatojmë reformat dhe me të cilët në partneritet t'i këshillojmë se si të zgjidhin gjërat dhe si të ecin përpara. Jo duke patronizuar ata, duke thënë kjo është gabim, kjo nuk është si duhet, por vetëm që Kosova të ecën përpara. Për të cilat po I diskutojmë, ambasador, ajo se çfarë është e rëndësishme është edhe demokracia e një shteti në aspektin e përgjithshëm. Bazuar edhe në përvojat tuaja të mëparshme, si e vlerësoni shtetin e Kosovës sigurisht në këtë pikë dhe në fund të mandatit, çfarë mund të na thoni për stabilitetin institucional? Dim që tani jemi në një periudhë krizash politike, por në përgjithësi cili është vlerësimi juaj? Nuk e kam para vetes raportin e fundit për Kosovën dhe nuk do ta interpretoj përmend që të bëj ndonjë gabim, por vlerësimi ynë është shumë I qartë në raportin për Kosovën se çfarë mendojmë ne për zhvillimin demokratik të Kosovës. Ka pasur ca probleme me institucionet, me zgjedhjen e një antari këtu apo atje, por kohëve të fundit, disa zhvillime të fundit të mira, ka qenë Komisioni Qendror I Zgjedhjeve,
kam kuptuar se ai do të kompletohet shumë shpejt, edhe nëse do ketë zgjedhje të parakohshme, nuk do ketë probleme në aspektin e organizimit të atyre zgjedhjeve. Dhe po ashtu është gjë e mirë, mendoj se më në fund Këshilli Prokuror i Kosovës ishte në gjendje që të zgjedhë kryesuesin dhe zëvendës kryesuesin e ri. Ky institucion tani është plotësisht funksional dhe shpresoj se ata do të jenë në gjendje të zgjedhin apo të emërojnë krye prokurorin e ri të shtetit. Prapë zhvillim i rëndësishëm, por sërish është shumë më rëndësi që gjërat po shkojnë mirë, sa i përket çështjeve të brendshme, dhe tani që po largohem, i dëshiroj çdo të mirë Kosovës, politikanëve të Kosovës, qytetarëve të Kosovës, të gjithëve në Kosovë, dhe shpresoj që gjërat do të rregullohen sa më shpejt që të jetë e mundur. Do më mungojnë ato diskutime shumë të gjalla, me shumë homolog politik këtu, do më mungojnë edhe ato mundësit, apo pa mundësit për të zgjidhur problemet, do më mungojnë kolegët ambasadorë të vendeve anëtare të BE-s, por edhe do më mungoj ekipi im, i cili është ekipi jashtëzakonshëm për të punuar me të në zyre. Faleminderit shumë.